Donaldi shpreh dëshirën e veçantë një ditë përpara daljes nga shtëpia e Big Brother VIP. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Aktori Donald Veshaj ka shprehur një dëshirë shumë të veçantë pak para daljes nga Big Brother VIP. Donaldi u shpreh se dëshiron që të ketë një vajzë si fëmijët e tij, e ndoshta kjo lidhet edhe me faktin që ai është veti treti vëlla dhe nuk kanë një motor mes tyre. Biseda nisi me Ilirin, teksa ky i fundit mori një surprizë shumë të bukur nga vajza e tij, Emily, e cila kishte kushtuar një këngë nën titullin Va tutto bene. Sa do të doja të kisha një gotë, s'ka gjë, le të mos bënte këngë, u shpreh ai. Iliri nuk mbajti dot lotët kur dëgjoi zërin e të bijës që këndonte një këngë, teksa fjalët e saj dëgjoheshin brenda shtëpisë në Big Brother VIP. Kjo video mundësua nga matrapazdi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.